Autorët e grabitjes së një argjendarie të shtunë në Kamës mbeten ende të lirë në Arrati, pasi veprimet e para hetimore të policisë për t'i identifikuar e vënë në pranga nuk dhanë rezultate. Ata janë fiksuar nga disa kamera sigurie ndërsa pas ngjarjes largohen drejt fushkrujës me motorin e kuq që përdorën për krimin, që nga të dhënat duket i planifikuar. Disa kamera sigurie mësohet se kanë fiksuar pamje të Arratis, por dy autorët duket se janë kujdesur të mos heqin asnjë moment skafandrat e motorit, pas së cilave fshehin identitetin. Kërkimet e policisë mësohet se janë shtrirë në disa zona, përfshirë edhe Zallherrin në Tiranë, ku janë ushtruar kontrolle, por deri më tani nuk ka asnjë informacion për rezultatet. Ngjarja ndodhi në pak minuta, çka ngre dyshime se dy grabitësit e kanë mbajtur nën monitorim argjendarinë dhe kanë zgjedhur momentin kur vunë në zbatim planin e grabitjes së armatosur. Burime thonë se shuma e bijuterive të grabitura shkon deri në 900.000 lekë sipas pretendimeve të pronarëve të subjektit.